Sot përfundimisht u vërtetua ajo që kemi thënë që nga dita e parë. Që Albin Kurti për e mbon vendin peng sepse nuk i ka numrat për qeveri. Sot nuk ka më asnjë dyshim. 56 vota për Albin Kurtin dhe asnjë më shumë. Ky është fundi i një mashtrimi politik që vendi tonë këta muaj i ka kushtuar edhe me izolim, edhe me përqarje, edhe me humbje kohe. E kam thënë dhe po e përsëris prap, Albin Kurti nuk do t'jetë më kryeministri i Kosovës. Nuk do t'jetë më, as prej zgjedhjeve të nënshkurtit, as prej zgjedhjeve të ardhshme. Epoka e qeverisjes tij ka marrë fund dhe u dëshmua edhe në fjalimin e tij të gjatë, po pa substancë, që siç e thash edhe në foltorën e kuvendit, më shumë ishte një rekujem për qeverisjen e tij të kaluar. Fatkeqësisht, Kurti dhe partia e tij, përkundër që dolën të parët në zgjedhjet e fundit, ata nuk lanë vend as për bashkëpunim, as për dialog, as për kompromis. Fajtor ekskluziv për krizën politike, ekonomike, diplomatike, besoj që s'ka më asnjë dyshim e hezitim për ta thënë askush, është Albin Kurti dhe vetëvendosja. Andaj, sa më parë që të shkojmë në hap tutje, në krijimin e institucioneve të reja për t'i dhënë vendit kuvend funksional dhe qeveri legjitime, pa Albin Kurtin dhe pa vetëvendosjen, është mirë për vendin tonë. Ju e dini që nga data 10 shkurt, unë vërtet kam bërë përpjekje për t'i dhënë vendit në qeveri nga partitë e ish opozitës, por nuk ka rezultuar kjo përpjekje me sukses. Andaj, sot, ju them përsëri, e kam deklaruar edhe kohëve të fundit, nëse na fton presidenti nesër, pyetja saj do të jetë a keni shumicë tre, unë do të përgjigjem me një herë që jo dhe nuk do të tentojmë për ta bërë një shumicë tre, sepse në gjë e tillë nuk është e mundshme. Që duhet shkuhet në zgjedhjet parakohshme sa më parë. Ta pyetni Dimal Bashën a e ka ditë që ja përmend emrin, sepse me ju thonë drejtën kur ja përmeni emrin, ai u nxu dyqysh si mbefasi, filloi me pyet nduket Albulena Haxhiun, pse jo mos se di çka i tha se ishte pak larg, po ai s'jam i sigurt që e ka ditë që kam ju përmend emrin. Po ishte shpërfillja e rodhës ndaj kuvendit e Albin Kurtit. Qysh bre qet ti kryetarin e kuvendit, mi thonë hajde tash ti bënu ministër. Për çfarë arsye? A je peshmën? A ke bo gabim? A ke bo hajgare? Pse jo Dimal Basha kryetari i kuvendit? Ju dini çysh ka ndodhur këtë ajo. Unë kam marrë dhe shtu para juve kom bë apel, mos u gotni 10 minuta pauzë, ta votojmë një njeri që nuk ju vjen as juve marrë prej tina. E tashti duket se për me e dëshmun edhe me këtë veprim që ka qenë tolli edhe propozimi i tij. Rrethonat vetëm sa jam përkecu në kuptimin ekonomik dhe jam shumë i bindur që zoti Hamza do duhet të ishte në krye kësaj qeverie edhe tash, por me qenë se sa rritëm shpresoj që të jetë në krye një qeverie të ardhshme, do ta diskutojmë më një herë pas balotazhit